Ardian Mema mendon se lojtarët e Shqipërisë duhet të shfrytëzojnë shansin historik që kanë përpara në ndeshjen ndaj Polonisë, të vlefshme për play-off të botrorit. Duke folur në Sport News në News 24, ai ka theksuar se as faktori fush nuk duhet të ndikojë tek ata, pasi një mundësi e tillë rrallë herë të vjen në karrierë. Sipas Memës, ato duhet ta kuptojnë mirë lojtarët, e sidomos Armando Broja, forma e të cilit ka lënë shumë për të dëshiruar së fundmi. Ata luajnë në fushën e vet dhe kjo mund të jetë avantazhi. Lojtarët tani nuk është se janë pa eksperiencë, duhet të jemi të fokusuar. Trajneri është 15-20%, pjesa e aktorëve janë lojtarët, që janë 80%. Rrallë herë të vjen kjo mundësi. Çdo ndryshim sjell diçka të re. Leva ka eksperiencën e duhur. Të ndryshosh një ekip, duhet të ndryshosh mentalitetin. Parashikim nuk bëj dot si trajner, pasi nuk dihet si do shkojnë gjërat. Ndoshta do kemi edhe takfat. Ndoshta mund të bëj mirë dhe nuk do kemi fat. Dëshirat janë të mëdha, por ndeshja do tregoj më shumë. Forma, 80% e skuadrës nuk kanë minutazh, le ta themi këtë. Broja duhet të rifillojë diku ku mund të luajë dhe mos të ketë dëmtime, ti marrë në kuriz gjërat. Ka qenë te Chelsea dhe këto, por duhet i kuptoj disa gjëra. Unë mendoj që ai lojtar duhet të ndezë motorët. Nëse vijon kështu, do vazhdojë e njëjta situatë dhe do ikin vitet, tha ndër të tjera Mema. Ernest Muçi ka folur para ndeshjes që Shqipëria do të luajë në transfer ndaj Polonisë, sfidë kjo e vlefshme për një kualifikim në finale për të tentuar më pas shanse drejt Kupës së Botës. Në një intervistë dhënë për gazetarin Elvis Rexha në Supersport, sulmuesi ka nënvizuar rëndësinë e një përballje të tillë, por shton se në fushë do të hyjë për të dhënë më të mirën që kombëtarja shqiptare të kapë ëndrrën e madhe dhe t'i bëjë të gjithë krenar. Është një nga ndeshjet më të rëndësishme në historinë e Shqipërisë, jemi gati për të kaluar këtë raund dhe për të shkuar në ndeshjen finale. Polonia është një ekip i fortë, normal ata luajnë në shtëpinë e tyre, por ne kemi ardhur këtu për të fituar dhe që t'i bëjmë të gjithë krenar. Unë gjithmonë jam gati për të dhënë më të mirën për kombëtaren, pastaj është trajneri ai i cili vendos, por më e rëndësishme është që ekipi të fitojë dhe të arrijmë këtë rezultat historik. Pastaj shpresoj që të bëjmë një ndeshje sa më të mirë dhe të fitojmë. Trajneri, kur të më thras, unë do të jem gati, është deklaruar Muçi. 25 vjeçari potencon se niveli kundërshtarit është i dukshëm, ndaj dhe vigjilenca duhet të jetë maksimale për çdo top që kalon përmes polakëve. Janë ekip shumë fizik, shumë i gjatë, duhet të jemi shumë vigjilentë sepse topat e tyre do të jenë shumë të fortë dhe agresiv për t'i bërë ballë. Megjithatë, ne do të jemi ekip me shumë kualitet lojtarësh dhe besoj se aty do ta bëjmë diferencën. Unë gjithmonë kur futem në fushë parandjej që do të shënoj, rëndësi ka që të fitojmë. E thash dhe një herë, është një ndeshje që të gjitha presin, të gjithë duam që të fitojmë, përfundoi sulmuesi kuqezi. Kombëtarja e Shqipërisë do i bëjë llogaritë sot ndaj Polonisë pa Yasir Hasanin, Nazmi Gripshin dhe Klisman Caken. UEFA lejon vetëm 23 futbollistë që të jenë të gatshëm për ndeshjen dhe trajneri Silvinho ka ftuar 26. Sot janë në Serie C Stavropilo dhe Bujar Plana, dy lojtarë që shtojnë forcat në prapavi, po ashtu bie në sy rikthimi Ernest Muçit dhe Anis Mehmetit për llogaritë e sfidës. Hasani humbi vendin e tij në formacion sa i përket ndeshjeve zyrtare pas ndeshjes së parë me Anglinë në vitin e kaluar. Gripshi dhe Cake u transferua në Rusi në merkaton e dimrit, ndërsa me kuqezin kanë luajtur vetëm në miqësore ndaj Jordanisë. Në listën e publikuar janë vetëm 3 sulmues të deklaruar, pikërisht Myrto Uzuni, Arber Hoxha dhe Armando Broja, me tipare sulmuese, por që preferojnë të luajnë si numër 10, janë Muçi, Mehmeti dhe Bajrami. Skuadra jonë kombëtare do të zhvillojë sot në mbrëmje një nga ndeshjet më të rëndësishme në historinë e saj. Kuqezin do të përballen me Poloninë në Varshavë, duke nisur nga ora 20:45 në një takim ku synohet historia. Për herë të parë Shqipëria ka arritur në një tur të tillë të botrorit dhe për të shkruar historinë 11 lojtarët që do të luajnë nga minuta e parë dhe ata që do të aktivizohen nga stoli duhet që të bëjnë ndeshjen perfekte. Silvinho ka pasur 3 ditë në dispozicion për të përgatitur skuadrën dhe pritet që në takimin e sotëm të bëjë surpriza në formacion, sidomos në repartin e sulmit, aty ku mungesat janë më të mëdha. Kështu porta do t'i besohet sërish Tomas Trakoshës, i cili do të ketë para 4 mbrojtës. Në të maj do të luajë Mario Mitaj, ndërkohë që në të djathtë hapësirë do të ketë për Elseit Hysain. Qendra mbrojtjes do t'i besohet sërish dyshes Berat Gjimshiti dhe Arlinda Jeti, ndërkohë që një nga mbrojtësit më në formë Artian Ismaili përfundon sërish jashtë.
Në mesfushë Aslani dhe Shehu janë titular të padiskutueshëm, ndërkohë që ka një balotazh mes Ramadanit dhe Laçit, me këtë të fundit më të favorizuar. Në të djathtë të sulmit do të jetë Myrto Uzuni, ndërsa në të majtë do të jetë Arber Hoxha. Në qendër të sulmit pritet të jetë Bajrami si nënç falës. Megjithatë, gjatë ndeshjes mund të kalojë Bajrami në krah dhe në qendër të zhvendoset Uzuni.